Gjirokastra është qarku me numërim më të ulur të popullsisë në vend dhe prodhon numrin e dytë më të vogël të mandateve parlamentare, 4 të tillë, me një shifër prej 114.399 nxjerrësish kryqëzar, ndër vite është dominuar nga Partia Socialiste. Aktualisht 6 prej 7 bashkive të qarkut kontrollohen nga Partia Socialiste. Në zgjedhjet e fundit parlamentare ato 2021-shit, zgjedhje kur Gjirokastra e udhëroi një mandat për shkak të rënies së ndjeshme të popullsisë, 3 vende në parlament u fituan nga PS dhe 1 nga PD, ndërsa LSI ndonse me një kandidat të fortë në garë, Vangjel Tavon, me të cilën lidhe ngushësisht humbari votave të kësaj force politike, nuk mori dot mandat deputeti. Këtë herë Tavon nuk është më në garë, por ndikimi i tij shkon Partisë Socialiste, e cila i besoi drejtimin e bashkisë së Imarës, me zbehen e peshës së Partisë Lirisë. Ish LSI-ja gjasat për ndryshim raportesh në Gjirokastër janë fare të vogla. Socialistët, cilët në këtë qark drejtohen nga ministra e Mjedisit Mirela Kumbaro, duken se zgjodhen megjithatë të luftojnë për të ruajtur forcë pozite dominuese. Ata hodhen në garë dhe Tërmet Pecin, i cili tha tërheqjen nga drejtimi i bashkisë së Përmetit. Ndërkaq numërimi po vazhdon ende në të gjitha qarqet.